mbyllur të medaljes në terma logjik dhe politik. U tha këtu nga Taulanti edhe nga Ulsiu, mos gabohem, po edhe kam dëgjuar nga të tjerë që ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Dhe natyrisht, kur them boshllëku në trut atyre që nuk i dhanë drejtim, kam parasysh jo personat veçantë, po kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vetë. Sepse nuk është nevoja të jetë çdo gjë e shkruar në gërmën e ligjit, nëse në frymën dhe në gërmën e kushtetutës janë të qarta orientimet për të gjithë ata që jetojnë nën atë kushtetutë. Dhe faktikisht ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë e këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Kaq duhet mjaftonte për ta mbyllur këtë debat absurd dhe për të mos u hedhur 100 veta pas një budallai që hedh një gur në lum. Por ja që nuk ndodhi kjo. Nuk mjaftoi fakti që nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë, një i vetëm, ku t'jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror dhe një gjykatës. Nuk mjaftoi fakti që nuk ka ndodhur asnjëherë një i vetëm rast, dhe e them këtë me përgjegjësi të plotë, sepse i kemi parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike, që t'jetë pezulluar një antar kabineti për t'i dhënë drejtim këtij procesi. Por në vend se të merret një vendim i bazuar në arsyen kushtetuese, merret një vendim i bazuar në arsyet politike dhe në nevojat e brendshme të njërit e tjetrit për të mbajtur ekuilibra politik. Dhe këtu duhet theksoj diçka që nuk është thjesht në Shqipëri, është edhe në vende më të zhvilluara se Shqipëria, që ne kemi antarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kur një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë. Tani, vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që
çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hynë e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë. Shumë e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që jep pushteti gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Dhe që patjetër vazhdojmë ta garantojmë ne dhe do vazhdojmë ta garantojmë deri kur të bëhet një pavarësi e pakthyeshme nga askush. Dhe vendosja e këtij kufiri është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe një ndarje tjetër që e vëre me keqardhje nuk ekziston në mendjen e shumë kujt. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë të gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Jo, kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtete të pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi, edhe ekzekutivi. Tani për çfarë jemi të pavarur ne në raport me gjyqësorin? Dhe ku gjyqësori nuk duhet ta imagjinoj se mund të hyjë në territorin ton. Kur them ton, kam parasysh ne sot, të tjerët nesër mbas nesh, por kam parasysh pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv që buron nga i pari, por që është i pavarur edhe ky nga i pari. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Dhe ai pushtet i pavarur prej nesh është pikërisht për të vigjiluar nëse vendimet tona janë vendime të cilat burojnë vetëm nga qëllimet e shpallura. Për të vigjiluar bazuar mbi prova dhe mbi fakte. Jo për të vigjiluar bazuar në vënien në dyshim të çdo vendimi dhe në marrjen e vendimit të pezullimeve si të ishin simite, njerëzit që pezullohen. Dhe këtu nuk kam fare parasysh rastin konkret të qeverisë, kam parasysh një sër drejtuesish të agjencive shtetërore që janë pezulluar pa asnjë arsye. Duke bërë pezullimin e institucionit psikologjikisht në këtë rast, jo se nuk zëvendësohet dot drejtuesi, sepse drejtuesit janë pezulluar, janë zëvendësuar, po kjo histori e goditjes vazhdueshme të burimeve njerëzore të këtij vendi dhe të administratës së këtij vendi, bazuar në të ashtu quajturin në thojza dyshim të arsyeshëm, është një histori me cilën unë personalisht nuk pajtohem dhe ne nuk mund dhe nuk do pajtohemi. Sepse cënohet pikërisht ajo që thash. Territori i pavarësisë kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe territori i të drejtave dhe lirive të njerëzve të cilët duhet të qeverisin dhe të administrojnë punët e këtij vendi. Thënë të gjitha këto, kjo nisëm thjesht dhe vetëm adreson boshllëkun mendor të shoqërisë son po doni, që lidhet me
faktin se për shkak se fryma e kushtetutës dhe orientimet themelore të kushtetutës nuk mjaftojnë, praktikat e të gjitha vendeve të cilave ne u ngjajmë apo përpiqemi të ngjajmë dhe më shumë nuk mjaftojnë, atëherë duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion, në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllëk. Kjo është arsyeja pse ne e bëjmë të nen këtë ndryshim. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu sikundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo masë apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Jo. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur sa që një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestojë vetën e vet. Se përveç personit prokurorit që ka lëshuar 33 masa arresti, nuk ka mbetur askush pa u arrestuar. Pa filluar gjyqi akoma. Arbitraritet total. Dhe fatmirësisht nuk jam unë që i them këto, unë jam thjesht një zë pasi këto thuen dhe stërthuen nga Këshilli i Europës, nga Komiteti për parandalimin e torturës në Këshillin e Europës, nga raportet e Këshillit të Europës, ku Shqipëria për faqen më të zezë të gjitha atyre që ja kanë vënë këtë njoll, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, po të gjithë kontinentit evropian, rrot më rrot me Rusin për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top. 58% e njerëzve që sot janë mbrapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Sigur dhe një prej tyre të jetë i pafajshëm, ky është i problem. Por besoj që probabiliteti është shumë më i lartë se kaq. Futen në paraburgim dhe harrohen brenda. Kjo nuk është diçka me cilën ne mund të pajtohemi dhe ne nuk do të pajtohemi. Dhe për sa i përket pastaj çështjes së rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka
persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Kujt më tregon Gjermanin apo më tregon Danimarkën, i them këtë. Jemi në kushte tërësisht të ndryshme. Në Shqipëri jemi në një fazë revolucionare, transformuese, rrënjësisht përmbysje të një sistemi të kalbur, të një historie ku tradita ka qenë dhe mbetet problemi më i madh për të ndërtuar një sistem gjyqësor demokratik, sepse është një traditë që shkon në të kundërtën e lirisë dhe natyrisht jemi në kushtet kur duke i dhënë pavarësinë e plot pushtetit gjyqësor, duke ngritur struktura speciale për të luftuar ne që jemi ata të cilët duhet të qeverisim në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që të jemi të vëmendshëm për të ruajtur pikërisht balancën që në mënyrë të përsëritur rrezikon të prishet nga aventurizmi i një prokurori këtu, i një gjykatësi atje. Kjo nuk mund ndodhi. Dhe në ndërkohë, duhet jemi shumë të qartë për një gjë tjetër. Kur vjen puna tek personat me të ashtuqytetën imunitet, në Shqipëri nuk ka imunitet ndaj hetimit. Në Shqipëri ka imunitet vetëm për të siguruar që liria e personit, liria individuale e personit cënohet vetëm me një arsye të fortë.